We all know that in the last 12 years of Edi Rama has been a complete and utter failure. Ne I dim se 12 vjeçari I Edi Ramës ka qenë një zhgënjim I vërtet. A failure of stable leadership and a failure for Albanian families. Ka qenë një dështim I vërtet I një udhëheqje të qëndrueshme dhe I familjeve shqiptare. But we have Dr. Berisha, a real friend to Albanian families. Por ne kemi Dr. Berisha, një mik të vërtet të familjeve shqiptare. He has a real program to lower the cost of living for Albanian families and a true conservative plan like President Ronald Reagan and Donald Trump. Ai ka një plan të vërtet për të ulur kostot e familjeve shqiptare, si dhe një program konservator, njësoj si atë të presidentit Reagan dhe Donald Trump. Ky ishte I famshëm I Civita, që u tha një herë që erdhi një herë, por nuk vjen prap, sepse ka vështirësi në likuidimin e tij, likuiditetet e tjera, sigurisht janë fjalë të pa konfirmuara, por ai erdhi një herë, dy herë, ka dalë dy herë dhe ndoshta do ta shohim shpesh. Pra ky është personazhi që është generali I fushatës Sali Berishës, sipas Sali Berishës, dhe sipas Ramës ky quhet ndryshe dhe Latifi, me që është Lacivita Latifi, pra do të thonë ky është I forti I lagjes, të cilin doktori ka thirrur në ndim. Pra kjo është loja për të zvogluar dimensionet e Lacivitas. Por megjithatë, askush nuk ka mohon dot që Lacivita është një figurë e njohur në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka patur një rol specifik të rëndësishëm në fushatën e Donald Trump, është të paktën, këtë mund ta them me siguri, një lobist I dorës së parë.